Presidenti Donald Trump përsëriti kritikat e tij ndaj NATO-s pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte në Washington, duke theksuar se aleanca nuk ishte aty kur kishim nevojë për të. Takimi i zhvilluar me dyert të mbyllura synon të qetësonte tensionin pas luftës me Iranin, por deklaratat e Trump treguan se pakënaqësia e tij mbetet e fortë. Para takimit, Trump kishte sugjeruar se SBA mund ta konsiderojë edhe dalje nga NATO, pasi vendet anëtare nuk ju përgjigjen thirrjes së tij për ndihmë kur Irani bllokoi ngushticën e Hormuzit, një rrugë jetike për transportin global të naftës, duke shkaktuar rritje të çmimeve të gazit. Pas takimit, ai publikoi një mesazh të fortë në rrjetet sociale duke nënvizuar mosbesimin e tij ndaj aleancës. Megjithatë, marrëdhëniet mes Trump dhe Rutte kanë qenë tradicionalisht të mira. Takimi erdhi pas një armpushimi 2 javor mes SBA dhe Iranit që përfshinte rihapjen e ngushticës. Ky zhvillim pasoi kërcënimet e Trump për sulme ndaj infrastrukturës iraniane. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, konfirmoi se presidenti kishte diskutuar mundësinë e largimit nga NATO, por theksoi se kjo ishte pjesë e bisedimeve me Rutte. Megjithatë, një ligj i miratuar nga Kongresi në vitin 2023 ndalon çdo president të tërhiqet nga NATO pa miratimin e tij. NATO është themeluar në vitin 49 për të kundërshtuar kërcënimin sovjetik dhe bazohet në parimin e mbrojtjes kolektive. Ky parim është aktivizuar vetëm një herë pas sulmeve të 11 shtatorit. Pavarësisht kësaj, Trump vazhdon të kritikojë aleancën duke përfshirë dhe qëndrimin e saj mbi Groenlandën. Ndërkohë, sekretari i shtetit Marco Rubio zhvilloi bisedime të veçanta me Rutte mbi Iranin, Ukrainën dhe bashkëpunimin me aleatët. Presidenti Trump përsëriti kritikat e tij ndaj NATO-s pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte në Washington, duke theksuar se aleanca nuk ishte aty ku ne kishim nevojë për të.